Perëndia do Hajdutin, por do edhe Nikoqirin. Duket që nuk është ky rasti. Pas disa maskaradash në parlamentin e shqiptarëve, pas disa skenash të turpshme për nga dozat e vjedhjes së zbuluar nga SPAK, pas disa dialogjesh bajat e maskarenjsh të politikës, po ashtu edhe pas eksibicionizmash të opozitës që jep firma për këlyshin e Sorosit, përfundojmë te kreu i parlamentit që duket se është në një pozicion që nuk e mbush dot, nuk e suporton dot, nuk e mban dot, nuk e mbulon dot. Dhe si ta mbash në fakt një parlament që lyra e korrupsionit dhe e hajdutërisë ju kullon nga nofullat dhe nga duart thuajse të gjithëve. Nga Peleshi, Korçar që e kanë votuar, prisnin të jepte dorëheqjen, prisnin deri të hite Qelsa dhe të largohej. Përpara hajdutërisë mamuf të Ramës, Ballukut dhe shokëve e shoqeve të Partisë Socialiste. Dhe normalisht, kështu mendon çdo qytetar i denjë. Jo vetëm kaq, por shqiptarët e ndershëm presin nga kreu i parlamentit të tyre që të ekspozojë dhe të denoncojë hajdutërinë, të dënojë dhe të distancohet nga arpagonët, hajdutët, makutët e parlamentit që fshihen prapa imunitetit të deputetit. Kreu i parlamentit do të duhet të ishte i pari që të kërkonte nga trupa legjislative e vendit që të zhvishen të gjithë nga imuniteti, edhe ai personalisht, dhe të jenë shtetas të barabartë me ata që i kanë votuar, përpara ligjit dhe institucioneve të drejtësisë. Por si përdreq ndodhe kundërta, kreu i parlamentit dhe palaçot e komisionit të mandateve shkruan një tjetër faqe të zezë për historinë e parlamenteve malinj të Republikës së Shqipërisë, duke mos kërkuar heqjen e imunitetit të Ballukut, por duke mbrojtur dhe strukur atë pas arsyetimesh dhe argumentash të turpshëm. Socialistët e rilindjes të gjithë në mbështetje të Ballukut. Pse? Përgjigja është e thjeshtë. Hajdutin e mbështesin vetëm hajdutët dhe askush tjetër. Janë hajdut, ndaj dhe nuk mund të veprojnë ndryshe. Si mund të ndodh vallë që të mos i hiqet imuniteti numri 2 të qeverisë, kur prokuroria vjen me akuza të pastra korrupsioni dhe abuzimi të fondeve publike. Peleshi ka në duar hetime që tregojnë se Balluku ka 300 prona, 2 jahte, miliona euro në konto bankare jashtë vendit dhe të tjera shumë e shumë. Pse po bën Peleshi protektorin e Ballukut? Kjo po habi disa, por as pak të tjera. Ky është shteti shqiptar, që qeveritarët i majnë në pasuri duke i lejuar të vjedhin popullin. Kurse populli çdo ditë gjobitet, shantazhohet, paguan haraqe, ndiqet dhe ndëshkohet edhe për 1000 lekë të vjetër, që të kenë qeveritarët çfarë të vjedhin. Çfarë po mbron Peleshi në këtë mes? Hajdutërinë, korrupsionin, shoqen e partisë, po bëhet vegël e Ramës dhe po vazhdon të përdoret për interesat e errëta? A mund ta bëjë këtë një shtetas qytetar i pastër dhe i papërlyer? Si mundet të mbrosh dhe të përpiqesh të mbulosh? Apo t'i bëhesh strenjë hajdutit të fondeve publike? Do me thënë parave të popullit? Parat që vjedhin qeveritarët janë parat e shqiptarëve, parat e djersës dhe punës së tyre, që mes taksash i japin për të mirën publike dhe jo për kamjen personale të kupoles qeverisës. Një gjë është e sigurt, kush nuk është hajdut, nuk e mbron kur hajdutin. Kush sot është i pastër, ose lufton për të ndëshkuar hajdutërinë, ose hedh Qelsa dhe largohet, në pamundësi për të bërë të parën. Nëse nuk bën asnjërin dhe as tjetrën, duhet të jetë subjekt i prokurorisë speciale. Mast Channel. Please subscribe.